Një kryetar komune u betua sot se do ta respektoj ligjin. Sali Aslanaj pas 6 vitesh u kthye në krye të udhëheqjes me Suharekën. Bashkëshortja po e shoqëron për në ndërtesën e kuvendit komunal. Këtu Sali Aslanaj po rikthehet pas 6 vjetësh si kryetar komune. Por gjithçka duhet të nisë me betim. E ky akt duhet të bëhet tek kur të mblidhen 31 asambleistët e rinj, përfshirë edhe kryetarin e deri tanishëm Blerim Kuqin. Ndërsa fjala hapse e mbledhjes inauguruese i lihet asambleistit më të vjetër Avdyl Sopaj. Kjo përbërje e kuvendit komunal rezulton nga vullneti dhe zgjedhja e votuesve të komunës sonë, e ne si të zgjedhur kam bindjen dhe shpreh besimin tim se këtë vullnet dhe zgjedhjet e tyre gjatë mandatit 4 vjeçar do ta kthejmë punën tonë në mënyrë të drejtë dhe korrekte. E të parët që bën betimin janë këshilltarët komunal. Detyrat dhe do t'i ushtroj autoritetin. Fjalët janë të njëjta për secilin. Por dy nga ata që vinë nga vetvendosja betimin e bëjnë para flamujve tjerë nga ai shtetror. Më pas radha i vjen kryetarit. Deklaroj solemnisht që do t'i kryj detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetari i komunës së Suharekës me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshëm, me ndërgjegjje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Ky e pati një kërkesë për asambleistët. Nuk ka nevojë shumë me premtuar më tepër se këto fjalë të betimit që dam, qoftë ju si antar të asamblesë, qoftë unë si kryetar. Vetëm nëse e përmbaj me këtyre fjalë të betimit, ju garantoj që ka mes puna mbar. Në mbledhjen e shkurtër që shënoi betimin e kryetarit të parë të zgjedhur në votimet e nëntorit e dhjetorit, u shpërndan edhe doracak për inaugurimin dhe funksionalizimin e organeve të komunës. E në fund të zgjedhurit e Suharekasve mandatin e ri e kremtuan me dolli.